Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Mirena dhe këtë fjali e kam përsëritur me vete për vite me radhë. Pa guxuar ta them me zë të lartë, jo sepse nuk ishte e vërtet, por sepse e vërteta ime gjithmonë ka qenë e rëndë për të mbajtur nga të tjerët. Njerëzit preferojnë histori me nëna të shtrenjta, me sakrifica të heshtura dhe dashuri pa kushte. Mamaja ime nuk ishte asgjë nga këto. Jam motra e madhe e dy vëllezërve më të vegjël, Arlindit dhe Erionit. Kur ata erdhën në jetë, unë isha ende fëmijë, por u bëra e rritur shumë shpejt. Jo sepse doja, por sepse dikush duhet të ishte. Mamaja jon ishte gjithmonë e lodhur, nervoze, gjithmonë me erë alkooli në frym. Shishja ishte dashuria e saj më e madhe. Ne ishim thjesht një zhurmë me bezdisshme në sfond. Mbaj mend shtëpinë tonë të vogël, gjithmonë të rëmujshme, të ftohtë. Jo nga mungesa e ngrohjes, por nga mungesa e dashurisë. Në mëngjes gjoja vëllezrit, i vishja, i përgatisja për të ngrënë, ndërsa mamaja flinte shtrirë në divan me televizorin ndezur dhe shishen bosh në tokë. Kur zgjohej, nuk na shikonte në sy. Ne zëre se nuk ekzistonim. Në shkollë mësueset më lavdëronin që isha vajzë e pjekur për moshën time. Nuk e dinin që pjekuria ime ishte ndërtuar mbi frikë. Frikë se mos mamaja nuk zgjohej, frikë se mos na haronte, frikë se mos policia trokiste në derë, frikë se mos vëllezërit e mi riteshin të thyer ashtu si unë. Kur mamaja pinte, bëhej dikush tjetër. Fjalët i shndërroheshin në thika. Je si babai yt, më thoshte, sikur të ishte një mallkim. Babai ynë ishte zhdukur herët, ndoshta sepse nuk e përballoi dot. Ndoshta sepse ishte i dobët. Unë nuk pata luksin të isha e dobët. Duhet të mbaja shtëpinë, të mbaja sekretet, të mbaja vëllezërit kur qani natën. Ka net që në fakt nuk do t'i harroj kurrë. Net kur mamaja nuk kthei fare. Unë qëndroja zgjuar me telefonin në dorë, gati të telefonoja ambulancën ose policinë. Arlindi më pyeste me zë të dridhur nëse mamaja do të vdiste. Unë i thosha jo, edhe pse në mendjen time kjo dukej gjithmonë e mundshme. U rita gjithmonë me ndjenjen e fajit. Faj që unë e urreja. Faj që ndëroja një jetë pa të. Faj që ndonjëherë imagjinoja sa më e qetë do të ishte shtëpia jo nëse ajo thjesht nuk do të ishte më. Këto mendime më trëmnin, por njëkohësisht më jepnin një ndjenjë të çlirimi që nuk e njihja ndryshe. Kur u sumur, askush nga ne nuk u habit. Trupi i saj ishte lodhur nga vitet e alkoolit. Në spital dukej e vogël, e thyer, pothuajse e pafuqishme. Njerëzit më shikonin me keqardhje dhe më thoshin sa e fortë isha. Nuk e dinin që brenda meje nuk kishte më forcë, kishte vetëm sprastësi. Ajo më pa një herë me sy të mjegullt dhe për një moment mendova se do të më kërkonte falje. Por nuk e bëri. Kur vdiq, qava. Nuk qava për të. Qava për vajzën që isha dikur, për fëmijërinë që nuk e pata kurrë. Qava për netët pa gjumë, për frikën, për përgjegjësitë që nuk duhet i mbante një fëmijë. Dhe pastaj, pas lotëve erdhi qetësia. Një qetësi e thellë, e pastër, e ndaluar. Jam e lumtur që mamaja ime vdiq, sepse me vdekjen e saj përfundoi një burg i padukshëm. Sepse për herë të parë vëllezërit e mi mund të flinin pa frikë. Sepse unë mund të mendoja për veten pa u ndjerë egoiste. Lumturia ime nuk është gëzim, është lehtësim, është frymarrja e parë pas një jete të mbajtur nën ujë. Sot ende mbaj plag, ende luftoj me zërin e saj në kokën time. Por jam këtu, nuk jam më vetëm motra e madhe, nuk jam më kujdestarja e dhimbjes. Jam një grua që mbjetoi dhe edhe pse tingëllon mizore, e vërteta ime është kjo. Ndonjëherë fundi i dikujt tjetër
është fillimi yt, edhe pse ai dikush tjetër është mamaja jote.